Gjatë gjithë ditës sot televizioni është marrë, ne kemi pa 3 grupe xhirimi që fillim atje. Plus informacionin që kemi mundur të dokumentojmë, si nga pala italiane, domethënë për personalitetin dhe profilin e pilotit italian, ashtu edhe për dhënat për zonën ku ka ndodhur ngjarja, padyshim të gjithë elementët, i vetëm nxorë me grafik aty dhe devijimin e udhëtimit, pra ai ka deklaruar që po thoja nga bari në drejtim veriut të Italisë dhe pa prit mas ndodhet krejt në krahun e kundërt të Adriatikut, por do të shoj unë nuk e kam vënë për asnjë moment dyshim që ky avion ka ardhur në Shqipëri për të tentuar të për të transportuar një ngarkesë lëndë narkotike. Kjo është një rrugë tashmë që edhe një formë trafiku që është e njohur. Kam ndjekur vetëm gjatë këtij viti, në Greqi kanë qenë paktën 2 deri në 3 raste, që kanë ecur nga Greqia në drejtim të Italisë, të njëjtën lloj trafiku. Grupet e fuqizuara tashmë kriminale shqiptare në bashkëpunim me ato italiane i kanë potencialet për ta bërë këtë gjë, por do të theksoj një tjetër, të cilin informacion të cilin e kam marrë në orët e mbrëmjes, që gjatë deklarimeve që ka dhënë sot pasdite shtetasi italian Guido Andrea Guidi, ai ka deklaruar se ka ardhur në Shqipëri për të provuar pistën, nëse funksiononte apo jo. Pista që është ndërtuar në ishën. Pra ka pranuar dhe ka thënë. Ka pranuar që e dinte ku po shkonte. Ka ardhur, kështu ka deklaruar. Unë nuk jam. Nëse tani këto janë ja ta mbaroj. Unë nuk jam i bindur që është fiks kështu, por ai ka deklaruar, ka ardhur për të provuar pistën, nëse pista funksiononte apo jo, dhe në plani im ka qenë që të rikthehem dhe të marr një sasi kanabisi prej 200 kg. Kjo është në djenin time informacioni deponimeve që ai ka dhënë në fazën paraprake. Do të kemi parasysh që hetimi do të vazhdoj, deklaruesit i ndryshojnë thënien në momentin kur marrin avokatin apo deri në çastin që dalin gjykat, por të paktën në djenim time ai e ka pranuar që ka ardhur në Shqipëri. Ka që ardhur me djenit plot, nuk është se ka ndryshuar kursin, por thot, nuk kam ardhur të marrë ngarkesë sot, kam ardhur të provoj nëse funksiononte kjo pista apo jo, që më vonë vija të merja ngarkesën. Gjithsesi thash, kjo është një gjë që grupi hetimor është në fillim. Është për ta mbetur në ditët me siguri deponime